thatë që në fakt ati përpos që i keni dëgjuar emrin më shumë, i keni dëgjuar playlistat dhe jeni knaq me muzikën e tij, që tashmë e bën prej 25 vitesh, një përvjetor ky që do ta ketë shumë shpejt, por pak do flas për përvjetorin e më pas do i bëj edhe pyetjet Angel apo djalë. Ta mirëpresim DJ Mim. Mos ki frik, mos ki frik. Live. Shumë qef. Shumë qef, por shumë a kështu, gjatë dhe sa thire. Lutna, po e pret që me vu koha, hajde vendi është për ty që aty. A i ke mbjell flokta? Po, mos me e ka busi. Po e kemi Qështë kemi me? A Për një me? ku të më reklama vune, ja. Për një me i ke mbjella? Po e kom mbjell, po. Okej, ani? Që do në heku? Jo, Po vëlloj, e gjithë sprap. Ma mirë lej, kur të rritën, e bojmë një intervjist tjetër. Qështë kemi me? Mirë, gjallëra, që A i bu gati, unë i thash edhe shikuzve, përpos emnit që ja keni dëgju, thash, ma shumë i keni dëgju edhe playlistën. Unë e mas parës dita që jem të ti. Kështu është shajtë, dhe që ku di që për blerone, dhe që ka ke puna, po jo që kina me hit live. Hesh me nëva që ka më gjiru, kështu. Po di që më shtu nostalgjia, po është robin, atë ty, E vërtet, atë ka marrë mali. Po, ti e din, arbërish atë para të ka bu. Falinderit shumë, edhe unë e po përshëndes shumë. Arbreshën edhe gjithë me qëtonë të përbasht, pa tjetër, është ujë i freskët, besoj nuk është nëzeshëm. Okej, u kry. Qa ka treja? 25 vjetë në karrierë, a kështu 25 total, kish me thonë dikush tjetër. Po, sot bile takua me një shoqë që është të në animu një organizim tjetër që në shtatë të përmeni ma vonë me Ardinin, edhe tha 25 vjetë i bëj nesër, e kështë ditë lindje. Okej. Edhe në ale kështë da është 25 vjetë qika, Allah, sot pele gjatë e madhe. Jo. Kështu që, ta është qysh 25 vjetë është e mundur kjo në karrierë, kështu që definitivisht shumë vjetë janë, po normal falë edhe me djume me shminat e mediat, edhe popullatës njerëzve, dashamirëve të muzikës, shoqënisë, familjes në varant parë, jam këtu ku jam. Qka ka ndryshu? Na kena pas edhe periuda bashkë, kemi najtë, kemi punu, e din që gjithë në kena hasë të livar probleme, e vërtet, situata ndryshme. 25 vjetë, normalisht që veç fakti që mbrin me i shënu është një sukses në muzike dhe në tregun ton. Mimin, ata që njuhin edhe dëgjojnë muzikën e ti, e din që ka arrit me ju rezistu krejt këtyre tranzicioneve të tregut muzikës. Edhe të pandemisë, besa. Qka me ndonë që të ka bo me qëndru që ka që dashtën për njerëzit muzika jote? Pra qka është ajo sekreti të playlista dhe muzika që Mimi e banë? Po, nëse, do shta edhe ma shumë afërsia që ka me njerëz, edhe ajo është një për performanca më të mija që në bëjt gjatë performanca që bëj me njerëz, e jam i dashtu, që që japi fan, hajgare, bujna, se kom shumë problemat punë, ajo është njëna vitë, normal që edhe muzika, se bile bash intervjistën e fundi që parta me një medium, ke pytja cilët janë trekat e tua, 3 trekat e tua më të preferume. A i ke kry atje, këtë pytje? Jo, po interesant se më shtjeni nostalgjim për men 3 muzika, cilat une jom rrit edhe mu më njohin ose jom identifiku prej njerëzve se me qato muzika. E normal që është playlista që përdu të muzika është gjithë që shë këmë bo. Jom mënu me konë muzika sa ma groove, ma happy, jo me konë shumë eron, me ngu edhe për shamë edhe blerona, me mujtë me ngu edhe aj, jo. Mas më shte publikisht me thonë që unë s'jam shumë... Ti muzikën ta me ke ngu, jo... E vërtet, po nuk është prej favoriteve të mija, sa është krejtë është e shije. Ti që ngën Vestelia, po a më muzikën ta më ka pëlqy. Qa ka të keqe me ngu kongë me Qitelia, e shumë tira janë. Respekt për krejtë rapsot dhe tonë. A nisë me pytjet, a ke kuptu të pak të në konceptin, nëse se pas ke kuptu që ke më ardhone... Okej, në basë përgjigjeve tua, kalkulohet me përqindje apo del Angel apo djallë? Mas pytjes, apo? Po, në fund krejt, kur ti përfundojmë. Do më do në pasë koncentrimit të pytjet, qka po ndodh, apo? Të përgjigje tua. Përgjigje mja për pytjes që ti parashtan. Po, qka do të bënit nëse... Ma mirë me sta, pas ta. Me. Nuk ndryshon kur zhjonë përgjigje. Qfar do të bënit nëse do t'ishit në gjinin e kundërt për një dit? Ue, gjdo se se kësha përvu kosin. Edhe, s'pedi për muzikën. Që atë tëmë se për një ditë s'mun është me konë DJ. As moderator, as kameraman, as montajer, as qka kësha dash me bo për një ditë, rani parë që dash me gëzënonën, me këshu që është me gëzënonën si vajzë. Okej, bëkur. Një sekret për ty që nuk e di as kush, po ti ke vendosë sa të me thonë.
Wow. Një sekret. Lidhe me jetën apo me muzikën? Ti vendos, ti e zgjedh. Okej, a bon me thoni në gjarën në tërëvi sa më ka ndodhë, që se ku përmanë kur? Okej. Po, jam konë të përformu muzikë edhe më kapi barku. Edhe kone pa mund që më shku të toaleti, për shkak njerëzve kallabllakut madh, ka qenë viti 2002, 3, 4, se di sakt. Është thirr Cult Club në duket. Edhe jam konë zorin më të madh jetën time që në kom di. Jam konë shumë siklet madh. Është kone pa mundur s'kom pas ndihmës DJ ose një shok ose dikush për lokalit me mujtë më zanëtsu derisa të shkojnë toaletit vi. Toaleti ka qenë larg. Edhe plus ka pas shumë që a i vetë, më thonë, u konë Mitrovic, shumë u bëjke mirë, u konë 2002 ose 3 më kujtohet, po shumë bleron ka pas njerët nuk majnë manë ma shumë që u bëna lokal Mitrovic. Edhe u konë sikleti ma i madhe jame, edhe kom thirë kamarierin, sa ljubi, e kom thirë kamarierin, dhe është, ama një ka rritë, është me moje, dhe është tullë ato. Beso me vërtet e konë. Jo, po, shumë me vërtet. Okej, po 25 vjetë karierë mo. Sikret, në më shumë për sikret e më të regua, që se kom të regua së njëna e konë, për pasë shosë një tavëllin privatësi. Okej, koha më e gjatë pa bërdush? Më verëmi, 8 dit. 8 dit? Po, si e më lonë për dit normal, në deti. Në deti, okej. Personazhi VIP... E kom dashë më nejtë me kryp. Okej, personazhi VIP që nuk do të shoqëruash asë njëherë, pra që ke rastis... Edhe personazhi? VIP, pra një personazh publik që ti ose se ke taku kur personalisht, ose e nje prej klipeve, ose aktivitetet ti, ku e di. Ndoshta edhe ai më në propozu mu, si së belqet më abeti, mu personalisht për shamull është personi vetëm që së shadash kur më njeftu, është një reper, nështë së shadash me për më nëra. Okej. Po. Mos një personali, se më në që kur nëjë sa personali me të. Thjesht nuk më të zamra, që si shadash me bënajt me të kur, është... I Kosovës? Po, i Kosovës. Okej. Mas në zërë fjallë ma shumë. I Prishtinës jo, i Kosovës po. Okej. Pa, hajtash në thuj se s'po danë. Okej, mirë. A ke thënë njëherë të dua dhe se ke mendu vërtit? Po. Po. E vërtit. Sa pare i ki në kulet momentalisht? O që tala, i kam 35. Sigur? Së më dash, po, sigur. O për të mi po? Jo, s'ka, po të besoj. Po të besoj. Që do mi po që para kamerës në ziri, 30 i edhe 4 kneko. 34. Diku me kësi. Së më dash të vleron, apo 2 varë zemra. Jo, në regull. E po shaq. A ke pas nëherë profil falso në Instagram? Qa ku pas Instagram? Profil fake në Instagram, Kur falso? njetë. Jo. Kur i urrej këti sana. I urrej shumë. Gjithë mua kom pas që me kun, edhe kur nuk kom ble klikime. Kur njeti që kur kom pas oferta... A të kanë shkruj në herë me nëj profil falsa? 1 milion oferta kom pas. Edhe për njerëzve që në gjë që janë koqa kjera, po edhe për njerëzve që në gjë privat, unë kanë propozu, herën në mram ka qenë kjo, pandemi, edhe më raba pandemis, ka qenë festa e pare më do këtë e Bajramit, një i prezrenit, më ka afru 1 milion, 100.000 klikime, 100 euro. Kjo ka qenë diçka bombastik, kjo kush pas mësimi blej. Unë e mësi ku pas më blej, po nuk e bëj se s'kanë qenë pas njerëz që nuk i një. Edhe dyshysh prej saj kam me kalu 100.000 followers, a kjo për mu është... Nuk e kishe shiu si... Sorry, asë njerë, kur? Jeta e ditës apo e natës? Naturalve, jeta e ditës ose natës, normal. Për mu është e natës, e kam që ata që punej ma shumë, edhe kom fillu kohët fundit, edhe ditës me dashtë. Se po qonë era të po punej, po grahi... Më rafa edhe po punej, së po nalë të punej. Edhe natës prapë është. Edhe pse Prishtina pak sa është kanë gecë me nightlife, si do mos periuda janar shkurt mars, Ramazanin gjithmonë e arsitojmë, sepse është një muj që gjithë kemë qep me pushu pak, një detox, kush ka mësi me agjeru, shumë mirë është, se vapë. Po, thjesht ka qenë 3 muaj shumë i dot për gastronomi në Kosovës, për nightlife, për neve si muzikë që janë, apo që ka dush. A i gjykon njerëzit nga pamja jashtme? Jo. A ke përfundu në jarë në stacion policor, qoftë në cilësine të shmitarit, në edhe aksident trafiku ku e di, ose për në rast tjetër? Fiks për aksident. Për aksident. Ke qenë fajtor, apo... Jo, s'kam qenë fajtor, kam qenë në kondër të me një shok. asgjëre. Edhe ka qenë fajtor, edhe ndurës në ka ndodhë kjo. Edhe në ka mbajt një gjysore një orë, ka pagu një dënim. Pak të dosh, mas të ne me shku prapë, mi pagua të dënime gjysore, që për ka pasaj një shok jami, po të është një kondër shmitari
I rasti që ai ka pas, shokën ka pas fajt. Okej. Hera e fundit që ke qajt? Par prom. Se? Pjesht. Qashtu? Të kallëzevis ty. Kaq, s'po do në vendoma ti për. E pëse më emocionove ta që të pyta? Shumë e ty, si ty të kam zamër. Kam si motër. E di e vlerësojmë. Okej, s'po ta shfrytëzoj situatën për publikum, pra se thonë që veç pse pat shok. Shpresoj t'jetë diçka e mirë, a? Lot gëzimi. Okej, mirë shumë. Cila situatë bën të shash më shpesh, por mos e bëj? Qa im dojnë dhe shash, garanti im dojnë me naqe. Nuk e di, a ta shojnë fund gëzimi më tregon. Cila dhe në rebleron? Cila situatë të bën të shash më shpesh? Unë si person të edin, kër kom fillu me punu bashkarisht në televizionin sini, une im koni pari njëri që im hinë në bufe, titën e par, edhe kom shak komplet që im koni që aty. 3-4 për tëve im koni këgja nërvëz, ose im kam këshirë me nësi atyrë im koni si ladikacione, ata veç ka kesha, ma kam bo brava. Gjysa më ka njoft, ama shumë, kështu që për më sha, edhe drejtorë dhe kom shak në regull, gënjeshtra e fundit që ka thënë. Gënjeshtra fundit që kam thonë, sot, hesh ma nërgë. Jo, pushke. Sot se ardinim me do pume një varë faturëm, lodhi, a shetë të shkute bleonarë gjetë, ashtë të s'ka më zafirëm. Edhe tash me gënjim të shkarë gjetë. Na të të respektu, të të stu që një muj kemi boftis me firmimin e mision. Ta shkurdali të regoj që të kumë rajtë. Nëse për 24 orë gjithë shka do të ishte legale, qëfar do të bëje? Pra nga këto që janë ilegalet, të ndaluarat me ligjin tonë. E kësha rëzu Donald Trumpin edhe Elon Muskin, e kësha zhduku. I kësha zhduku, okej. E fasis dhejët. A e falë trathin me? Trathia është sen, të na shqiptarët zakonisht, ose këtë botën, për sigur të si dhe mësë të na shqiptarët, është pak e vërësisht për qëfar kanë dhe këshirë trathin. Nësë është pyetje trathi biznesi, e fali, njëherë. Nësë është pyetje trathi familjare, shumë shtirë kam, nësë është familjare dhe që më ka ndodhë, barë është fatrati e farë leveli, po nësë është trati dhe shërje ju. Jo. Absolut. Kole. Kujtimi më i lidhur që ke nga fëmiria. Nga fëmiria? Po. A ka diçka që kër e kujton të mërzit për fëminin qysh e ke kalu? Po lojë që këna bune për më hala. Qysh që kjo është sanë më... Pa, a është kujtim i hidhun, a është kujtim shumë i bukur. A i hidhur, tha? Aha, që okej. I hidhur. Nëse të kujtohet, kalojt e tjetra. Jo, se po të më di, a bën me ka, kur të mbjen men me të thonë. Po, okej. A ka intriga mes kolegëve në industrinë e muzikës? Po, shumë. Po të keq. Cila është periuda më e vështirë në jetën tënde? Se jam të fundit. Pandemia. Pandemia, pse? Edhe 2010, kur kanë dalë keosat e skillzat më veçen shpartalon tash, e përshëndet shumë, e murën tregun qatë vitë. Bileron e murën komplet tregun, e kom rëman shumë e djume, edhe së më ferën as 5-6 vana kitë verën në bu muzikë. 4 mujë dhe më dhëmë pasër s'kull shumë muzikë. Se ke qaj gjenerat që janë nisëm në ngu kiti pop, 2010-2011, lumë i keosa këta që avidyone, heqë së metëske edhe i konë shumë i shgënim, kështu totalisht shgënim, i konë gati depresion. Edhe pëse depresionën që konë përgu hala, nuk e di që më konë arë depresion me ndjenat mija, po që të më konë të arë shok. Për shkak, jo të kushtëve, se s'kom hej kur për bukt, normal se e kom asë një, po të muzike që shumë së muna me konë prezent në personaja. Okej. Periuda ma e lumë të njëtën tënde? Wow! Me përmbyllë kështë më bukur. Qita është të rajtë, është. Periuda ma mirë jetës tamë, kur sa që konë për unonën, ka pa sukses me si. Okej. Se si është, që kjo konë. Bukur. Okej, jom krejt në fund, para se të me madhon rezultatin e përqindjes. Tregom pak qësh jom planet për 25 vjetorin, qësh ka me e festumimi, krejt që ka një në shme përmend dhe me nga tregu që nuk prish diçka në parashikimet tua. Pa tjetër. Data është ceke 21 maj, e kom byllë që në një muj, e kom vendosë, në falë 21 qërshor, kërë këndjes. Me 21 qërshor dhe më donë ka është të mërbyllë data, kom dash me bo edhe me herët, për shkak festivalit onëm që është atje, kom dash me qenë largë me pas koherencë mes dy eventeve, partim. Kam me kohë në Djuba Sound System. Djuba Sound System është një artist DJ i Gjermanisë shumë i mirë,
si trek, si muzike kemi një gjithë dhe diska po zijet dhe bëzë kurse arre në lokale ku shu shpesh, edhe s'po du fort me zotë se Elshe, kësha lëshu dhe play këtu, po Elshe më tjera. Jemi live stream YouTube, kështu që të drejta autoriale. Po, të atjetër. Edhe kanë me qenë disa DJ kështu, po fillimisht ku me bu një 3 priparti. 2 në Prishtinë, 1 në Tiranë, gjatë mujtë maj, me promovu pak nejnë, edhe atje edhe këtu, ndoshta edhe në qëtë një shkup, s'kom këshyra la, se dija mu jemi bëja ju, nuk ko që nësë më qëmë pesh, Tiranë më do me pas afer vete, e kom pas gjithë, edhe data finale me qenë me 21 qëshorë. Halas për përmeni vendin, negacionin, se për shak që nuk i dija më në mëndru në Sarajevo, mos të him hak dhe gjuze, kështu që menoj që ka me konë shumë mirë. Ka me konë diçka me special, ka me dekuru veni, ka me pas ushqim, jo kështë jo mërgjene kësane, po si perime, sane pëm, Flishto, flia dhe muzika e mimit, kombinim. Apo jo, zërrosh, sane, apo këpëtan, pëm dhe më thonë, si fruta. Bukur. Interesant diçka. Na, mu i me u taku prap deri me 21 qëshor, edhe dikush prej nesh pa tjetër do tjetë me kamera të nëse na lejon të edhe naftën, me shumë knatësi. Kështu që deri atëherë kemi ku, unë e vështëroj shumë suksese, po më thonë që është 60% djallë edhe 40% angel. Në fakt, a është mimi i pari që dul djallë? Okej, po i pari. Je i pari i ftum që dole djallë. Ti stash që të full, të boj gane. Jo përbes, jo përbes, veç për mbjen keqë se të kom shoke, nuk e di, me rupesh ka delsh. Ja, stash të fulli me ata, ja, s'ka shonë zot, të nga për një që të këmë për shmepre, djoli shpis, nalive s'pak se dhime. Kush më tret? Arbresha, përshëndesim bashkëshortën e mimit, një mi kesh shumë e mire jam ja. Faleminderit që erdhe, mduhet me mbyll, klutna. Jo, s'daki me zonë, pëse djallë. A mujmë diqysh me andru rezultatin? Jo, s'ka shanë sa, me kështu rejme ta mërone, të ta me për me lasë që i marrë të kumë. A bojmë 50-50, a i knoqën? A bojnë 4-9-5 një. Hajt, u kryu, vënda. Mish, po ilon vazhdime një material që në asil Anteja, në flet për Beshir Vinarsin, që besohet të jetë një parashikues i ngjarjeve historike, qysh para një shekulli, e për të gjitha këto parashikimet të ti, një për ti është kujdesur që ti vënë një libër që tashme ka botuar.